أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم لهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Falënderojmë të madhin Allah te bareke ve taala, qysh I përket lartë madhërisë së Tij, gjithherë dhe çdo herë dëshmojmë, pranojmë, potencojmë se jemi të mangët, të lavdrojmë, të lartësojmë, të madhrojmë të madhin Zot, qysh ai meriton te bareke ve taala. Andaj hamd dhe falënderim derisa ai të kënaqet me ne, hamd dhe falënderim edhe pasi që ai të kënaqet me ne. Hamd dhe falënderim në dunja dhe në ahiret. Salavat dhe selam e dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, të cilit e zbriti ky Koran, e të cilin në zbërtheu, në komentoj, në spjegoj.
Dhe Allah i madhruar e bëri sebeb që njerëzit me pas të përqafojnë këtë din, të kuptojnë këtë din, të punojnë për këtë din, të jetojnë me këtë din, gjenerat pas gjenerate deri sot, dhe dhe vazhdojnë me emrin e Allahut deri në stëm të kiametit. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi familjen e tij, e shokët e tij, të cilët i ka lavdëruar i madhi Allah. Po dhe të gjithë ata të cilët kanë ardhur pas tyre, kanë ndjekur rrugën e tyre, deri sa dhe kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar edhe me të jemi në suratul Hashr. Më konkretisht jemi në ajetin 11 deri në ajetin e 17 të kësaj sureje të bekuar. Ku i madhi Allah Azza wa Jall, pasi që ceku përmendi veçorit e burrave të mëdhej, i lavdëroj shumë. I lavdëroj muhaxhirët e Mekë, sahabët muhaxhir, të cilët e lanë vatanin, i lanë familjet, i lanë shtëpit, i lanë pasurit, krej që ka kishin, dhe është për ngollën, për hatër të Zotit, për ta mbajtur dinin, po edhe për ta ngadhnyer dinin e Allahut Azza wa Jall, pejgamberin e Allahut, librin e Allahut te bareke ve taala. I lavdëroj edhe ansarët, të cilët i mirëpritën në Medinë, u hapën dyert e zemrës fillimisht, e pastaj u hapën muhaxhirëve edhe dyert e shtëpive, e dyert e pasurisë, dhe krejt çfarë patën i ndanë me të përgjithshëm. I lavdëroj edhe ata të cilët vinë pas tyre, apo që kanë ardhur pas tyre dhe që kanë pasuar, dhe që lutën për ta, që Zoti t'i falë ata dhe ata. Dhe kjo, ata që kanë ardhur pas tyre, si mbas mendimit më të fortë, i përfshin të gjithë musliman, gjenerat pas gjenerate, deri në këtë zaman. Natyrisht, nëse qëndrojnë besnik fjallës e Allahut, fjallës e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, dhe ndjekim rrugën atyre selefëve, e atyre burrave të parë, të cilët Allah i ka lavdëruar. Pasi cekë Allah cilësi të parët e tyre dhe lavdëroj shumë, tani në jetë që kena para vetës, cekë veti të munafikëve, që janë përballë muslimanëve, ani pse ata ta shtihen se janë musliman. Cek Allahu cilësitë e tyre të liga. E natyrisht, kur ta kuptojmë se dikush është munafik, atëherë çka përpejti përpas veti të liga e më të liga, si rana, mashtrimi, tradhtia, lakmia për vete, urrejtja ndaj Allahut, ndaj pejgamberit Allahut, ndaj muslimanëve, përpjekja me bërë fitnë, me bërë fesad mes muslimanëve, e kështu me radhë. Ajetet kanë të bëjnë, pra me të parët, me cilësitë e munafikëve, se si munafikët u përpoqen të qëndrojnë krah qifutëve, e që kemi folur në fillim të surës. I premtuan qifutëve se ne jemi me ju, andaj nuk keni pse të friksoheni prej Muhamedit. Ata kështu thënë për Muhamedit, sallallahu aleyhi wa sallam. Por, ato ishin fjalë, dhe vetëm fjalë goje, për ju dhe veprim, sepse kur o nxehtë terreni, ata që guxofte me marrë pjesë, mu afru, i hëngërën fjalët e tyne. Zotën se këshin pas për i mes njëherë,
dhe i lanë qifotet në baltë, dhe e qitën ftyrën e tyre të vërtetën pa. E Allahu i premtoi se ata dhe ata do të jenë në xhehenam. Cilësitë e tyre njerëzve dhe i ngjason me cilësitë e shejtanit. I ngjasojnë cilësive të shejtanit, i cili bën çmas me afëshun njerëzve të këqijat, me zbukuru, kur binen to, ik tërhiqet, edhe e thët, s'kam që të bëj, distancohet prej ti. Pra, jena jetët e cilat, përpas që të regojnë një realitet që ka ndodhur, një vërtet historike, që ka ndodhur në Medinë, ngjarje vërteta historike. Gjithashtu na tregon i madh Zot për dy të vërteta shumë të mëdha. Të vërtetën e munafikëve dhe sa të janë të atill në çdo zaman, në çdo kohë, në çdo gjenerat. Janë njerëzit më të dëmshëm, më të këqij, njerëzit që më së shumti bëjnë sherr, fesad, dëm në tokë të Zotit, në veçanti brenda muslimanëve, dhe çështja e dytë, cek Allah të vërtetën e qifotëve, dhe i përshkruan ata me cilësi të cilat edhe sot e kësaj dite i gjejmë se janë të njëjta dhe asgjë nuk ka ndryshuar. Ajo është Zot te bareke ve teala. Zoti e flet hakun, e flet të vërtetën, i njeh robët e vet, i njeh krijesat e tij. Ai ka krijuar, edhe ai u adhen edhe brendësinë e tyne, çfarë kanë, çfarë mshefin. Më mirë se çdo kusht tjetër, madje më mirë se sa vetë njerëzit për vetën e vet. Kemi gjatë për të folur, lutem Allahu na lehtësu, andaj shkojmë te komente e jetëve dhe thema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. A nuk e shehte Muhammed, apo nuk e ke parë? Se si hipokritët munafikët o thonë, një pjesë të tharët librit shajt, që fëtëve, të fisit Banu Nadhir. Nëse ju dëbojnë juve, len u khryshtum, len a khrygjane me akum, nëse ju dëbojnë juve, edhe ne dalu me ju. Dhe kërkujt në të nuk do t'i bindemi kundër jush. E nëse ju luftoheni prej dikujt, me siguri se ne do t'ju dalim në ndihmë. Allahu dëshmon se vërtet ata janë gënjeshtarë. A nuk e shete Muhammed? Pra, a nuk që ditësh? A nuk është që di? Veprimi munafikëve, Abdullah bin Ubej bin Selulit, dhe grupi tina në Medinë. Se shkuan të vëllezërët e tyre, qifot, fisi Banu Nadhir. Pa ata janë qifot, këta janë arab. Ata janë qifot me feje, po edhe me etni, këta janë arab, po me feje janë pagan. Anë pëse shtihen musliman. Por pa thot të vëllezërit e tyre, sepse kufri, këtë kufrit, ata që ka janë kufrin vlazën. Kufrit janë vlazën. Pra, mrana kufrit, këtë kush e mrana kufrit, janë vlaznin kufr njerëzit. Se urse na muslimanët janë vlazën imam. Këtë muslimanët të dynjas janë vlazën imam. Dhe nuk gëzojmë ta mohojmë, dhe Zotë më sadash me mohu.
edhe që fartë jenë vëllazëm kufër. Funja, kjo është gjykimi i Zotit, për ata Allahu po thotë. A nuk e shefte ata hipokrit, nafiku, munafika. Jekulun e li ikhwanihim, të cilët o thonë vëzërve të tyre, prej thtarëve të librit shahid, e që është fjala fisi Banu Nadir. Banu Nadir, kemi cekë fillim surës, se kjo sure sillet rreth tyne krejt gati. Njëri për 3 fiseve që futen, shpesi për përsërisim, edhe për më ndërlidh temen, po të njëjtën kohë, më ndërlidh ajetet, po të njëjtën kohë m'ja kujtu dikujt nëse veç nuk ka qenë prezent. 3 fise që fute, të cilat ishin në Medinë, kur pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam erdhi nga Mekka, njëri për tyre ishte fisi Banu an-Nadir, që ky fis. Ishin edhe 2 fise tjera, Banu Qaynuqa dhe Banu Quraydha. Banu Qaynuqa puna tyne kishte përfunduar më herët. Tash erdhi radha këtyne Banu Nadir. Këta njerëz e kemi cekur se 3 fiset që fute, po fjala është tash për këta, mos më marr shumë kohë. Pasi që këshin bërë aleancë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë, për interesat përgjithshme me rujt qytetin e me rujt vendin e popullin e njerëzit me pas një bashkëjetesë mes komuniteteve të ndryshme fetare. Këta kanë, aty keni fenë juaj, ne kena fenë tonë, por është interes i përgjithshëm me rujt vatanin, me rujt Medinë, kena armiqtë të jashtëm e tjerë. Këta pajtuan e nënshkruan, pajtuan dhe qojt karta e Medinës, por më vonë që kemi cekë fillim të ajeteve këta e thynat marrëveshje dhe tentuan me bo atentat kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E harrun këta që Zoti ka me mbrojt pejgamberin e tij. Dhe erdhi Xhibrili tha çau pe aty, pasi që ishte ulur tek pallatet e tyre, në fakt fortifikatat e tyre, kalat e tyre, duke pritur që ata mbrenda më marrësh e më dhanë një pjesë parash pejgamberit për më paguar një dije që kemi cekë më herët. Dhe Xhibrili erdhi i tha çau pe këtujt me një herë, sepse ata o organizohen o koordinuan dikush pejs nalti me gjuni gurit madh mas shpine, në kry pejgamberit dhe me hek qafësh. O numëru ke konsideru thyrje besës, thyrje marrëveshjes, shkelje marrëveshjes, andaj këta nuk kanë besë, nuk ka. Dhe pejgamberi tha keni me dalë për këtujt. E që i dikon, keni me dalë për këtujt, i keni afat, thuhet 3 ditë, thuhet 10 ditë, asë një këto nuk du me pa. Për ndryshe, mes ju dhe mes një është pata. Këta bënë gati me dalë. Por munafiket, Abdullah bin Ubej bin Seluli, me momentin që dëgjoj, se pejgamberi ka dërgu ultimatum, këti fisi, ata me një shfrytzuan rastin dhe shkuan dhe ju thanë, çfarë thot Allahu te bareke ve taala. A nuk e shehte se si munafiket Abdullah bin Ubej bin Seluli, kreu i tyne dhe disa të tjerë, bashkëshortë të vet, u thonë vëllezërve të tyre që fot. Vëllezër nga feja, nga kufri. U thonë vëllezërve të tyre që fot fiset Banu Qaynuqa. Banu Nadir, nëse ju detyroheni me dalim ne me ju. Nëse ju luftoni për Muhamedit, na keni neve me ju. Na nuk i lojnë juve vetë. Ne nuk kena ma të afërt asken se sa juve. Ne jena meq, ne jena shok, ne jena kojshi, më t'jena këtë, para se marë pejgamberët që ashtu ishte, ata në me ishin kojshi, në Medinë. Dhe ne ka kush neve që në ndalë. Ma di edhe Muhamedi me shtrinë e vetë, po të tëntej me në nalë neve, për mësë ndihmu juve, mësë me arë ndihmë, nuk i ndëgjojmë. Tamam, nuk i ndëgjojmë. Ne jena me ju. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Kur s'ka kush që na pengon neva që na ndalë me ndihmu juve. Pra, çka t'ju ndodh juve, na jena me juve. Andaj pse po ekini, pse përshani shtëpijat ju, qëndroni këtu. Qëndroni, ju jeni burra. Nëse vjeni uve me liftu, na kena ushtarë, dhe kemi cekë fillim, ka thanu a dërgojmë 2.000 ushtarë ju abina na juve këto. Po nëse edhe vjen puna me u dëbu ju me dalë për këtuhit, edhe na dalim me juve. Qëka të bëhat bashkë. Pra premtim jashës.
Nuk janë premtime të thjeshta këtu, mashtruese janë, jo është njeriu. Andaj që fotet o kujtuan, hezituan, o kujtuan, menduan, analizuan dhe pajtuan. O bënden, andaj thanë, një shumë pejgamberit fjalë me dinë, nuk dojna me dalë. S'po dojna në pace me bëban. Këta që fut, Allahu, nëse këta parajnë, për ata Allah në fund për thët, Wallahu yashhadu, Allahu dëshmën. Innahum lakadhibun, sa ata parajnë, e kanë fjalë goje, po nuk janë sinqert ata, asë në kanë kur sinqert. Munafikës më të qeni sinqert. Po haj po dënë me shtin belat që fut në muslimat. Sepse po i din këta munafik që fut nuk janë pak, në numër, në forcë, në fuqi, në armatim, fortifikata, kanë shumë elemente, shumë sebepe për me qëndru me qenë fort. Pas të pejgamberi është dërmuar për i luftrave. Dhe minimumi me nxjerrë të lashe, me dëpsu sa do pak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ermi ko gjithmonë, të ta do të keqen, nëse s'mot me të shpërtallu me qkatru, bile me të dëpsu, e që e pa të efektin e vetë. Sepse pejgamberi, kemi se këtë sallallahu alaihi wasallam nuk ishte i gatshëm me liftu me ta. Nuk ishte i gatshëm. Nuk ishte në gjendje shumë të favorshme muslimanët. Por me qenë se që fotet të thanë nuk dalim, i premtuar munafikt, atëherë, dohet, me pështetë Zotit dhe bismillah, me shku. Edhe shkej pikë, beri dhe i rrethej, që kemi të cikur në fillim të surës, edhe pas disa ditëve rrethimi, ata u detyruan të dorëzohen. Natyrisht edhe pasi që Allahu u hodhi, u lshoi frigë në zemrat e tyne. Pra, Allahu për dëshmon se munafik janë dërrenca. Edhe va thot në jetin vijus. Lejn u khërgju, la ja khërgjune me ahum. Nëse ata dëbohen, që fëtët, munafiket nuk dalin me ta bashkë. Lija më të farë. Nuk shkojnë me ta. O lejn qutilu, la jansërunahum. Po dhe nëse luftohen që fëtët, munafiket prap nuk shkojnë me luftu me ta. O lejn nasaruhum, le juvelun në l'edbara, thumë la jansarun. Po në mënyrë hipotetike, edhe si kurse të shkonin, të bashkangjiteshin me që fëtët për të luftuar kundër muslimanve, le juvelun në l'edbar, ata do të iknin, do të ktheheshin shpejt për frontit, do të lënin fronin, edhe do të lënin duar bësh që fëtët. Thumë la jansarun, e pastaj nuk do të ngavnjiheshin, nuk do të triumfonin që fëtët. Pra, Allahu tha, këta përrejnë. Dhe subhanallah, kjo fjallë e Zotit, kjo premtimi Allahut, doli tamam qështu. Sepse krejt që përshkujt i Koranin ndodhin teori, ndodhin praktik. Këta një me i premtun, por e majtën premtimin. Kur shkun musliman me pejgamberin krye dhe i rrëthuan, as një munafik nuk ju përgjith gjithë që fotve. E ku i keni premtime tash? Ku i keni? E Allahu po thot, pëse kurse të dëboheshin që fotët, munafikt nuk kanë me dalë me ta. A manal më herë tha na dalë me juve. Ku që këni dhe na? Allah po thot jo nuk e qështu. Po të dëboheshin dhe dëbuan, munafiket nuk të shkojnë me ta dhe nuk shkuan. O lejnë qutilu, la jansërunahum, po edhe nëse luftohen që fëtët, pra nëse pejgamberi shpall luft kundër tyne, këta nuk kanë më shku me indihmu që fëtëve, sepse se dojnë vdekje. E për çka me luftuaj? Për që fëta? Për do jetë, nuk e do vdekje. Hipotetikisht, o lejnë nasaruhum, po edhe nëse vetë shkojnë, hipotetikisht, nëse sikur se të shkonin, mi ndihmu që fëtëve, po thëtë Allahu, lejuelun në l'edbar, do të ktheni shpinën me ikë për luftës. Kur të shëmpa që lufta po dërë gjak,
E njerëzit po vriten që munafiket do t'iknin të gjithë. Edhe do t'i lënin që futët prapë vetë tonë. Thumë lejon sarun, e pastaj nuk do t'i ndihmonin që do të t'ngadhin që futët, apo në kuptim tjetër, gjithsesi nuk do t'ngadhin që futët. Me munafik, pa munafik, Allahu ka për t'i mposhtor. Allahu ka për t'a triumfuar pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët, dhe ashtu ndodhi ku Allahu azza wa jall e ngadhiu pejgamberin dhe muslimanët pas rrëthimit plot të kalave, të fortifikatave, të qifutve, thuhet 15 ditë, thuhet 20, thuhet më pak, thuhet më shumë, e rëndësishme, disa ditë jo shumë gjatë, Allahu lëshoj frikën zemrat e tyre, dhe ata kërkon pe pejgamberit, o Muhammed, përpajtojnë, ta bëjmë një marrëveshje, ama me një kusht, mos me na vra, as një për neve, as gratë, as mitë, as neve, pejgamberi kështu ashtu gratë, as mitë se vret, por me qenë të sigurt në gjakin e tyne, pejgamberi tha, po, të sigurtini, në gjakin e juve, në pasurinë e juve, në kejtin e të sigurt, keni me marrë me vete, sa të bartë një deve, ngarkan e deve derin tavan, sa të moni ngarkan e deve, sa të moni din qilë, ngarkan e një deve, qka të dëni mërë pe shtipijave t'juve, veç armatim, jo, dhe jo ma shumë se një deve, sa bartë një deve, mërë. Dhe hesni një të lirë, nuk gëzën kush mi prejkë, dhe ashtë ndodhë dhe shkuan. Pra i ndihmoj Allahu muslimanëve. Thëtë Allahu dhe me te i përshkruan, që fëtë përfundaj që është fisit që fëtë dhe bënu në dhirë. Thëtë Allahu dhe me te i përshkruan munafikt. Le antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Jo musliman. Jo musliman. Më shumë a kanë frigën juve, munafiket, po edhe qifotët, se sa Allahut. Dhalike bainahum qawmun la yafqahun. Kjo për shkak se ata janë një popull, janë njerëz që nuk kuptojnë. Ata më shumë kanë frigën muslimanëve se sa Allahut. Dhe kjo është bela e madhe pastaj. Kur njeriu i tutet robit më shumë se Zoti, kjo është problem. Kështu Allah këtu ka përshkruar Allah munafikët dhe qifotët. E Zoti më se dhash kjo me qenë tek muslimanët. Allahu po thot këta më shumë i tuten juve se sa Allah. Pse? Sepse njerë që nuk kuptojnë, nuk e njohin Zotin. E njohin si krijues, por nuk e njohin Allahun me cilësitë e tij, me emrat e tij. Nuk e njohin madhështinë e Allahut, fuqinë e Allahut, kudretin e Allahut, pushtetin absolut të Allahut. Kurse njeriu Zotin, se çdohet, natyrisht se edhe nuk e ka frikën Zotit, sa dohet apo heq, po në anën tjetër e ka frikën insanit, me shumë se sa Allahut. E që kjo është cilësi shumë e vëllët, e aty në munafikëve, të cilë nuk e ka ndronë Allahut, dhe çdo kush që nuk e një Zotin, natyrisht se nuk e ka frikën Allahut, dhe kundërta, sa më mire më shumë, me njoftë robi Allahun, i friksohet më shumë, lartë madhërisë ti, të bareke o ta'ala. Tani, në jetin vijus, Allahu i madhëruar thëtë, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Të gjithë ata, së bashku, nuk i luftojnë juve, vetëm se kur janë në ndonjë vend të fortifikuar, ose pas mureve. Lufta mes tyre është e ashpër. Ti mendon se ata janë të bashkuar, mirë po zemrat e tyre janë të përqarë. Sepse ata janë njerëz që nuk logjikojnë.
ذلك بينهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. Këta që fut, Banu Nadir. Ibn Atiyya thot, shumë komentatorë të Koranit, thonë se fjala përfisin Banu Nadir për që futët. Për këta që fut, po dhe për që futët e tjerë. E thuhet se këtu futën e munafikët. Ndërsa Ibn al-Jawzi në tafsirin e tij thot se mbas shumicës absolute të komentatorëve të Koranit, fjala është për qifotët, të gjithë qifotët që ka qenë në zaman, por edhe ata që vinë më pas. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin. Ata qifot. Sa në detaj përshkroni madhe sot. Ata qifot. Nuk ju luftojnë, të gjithë ata. Nuk ju luftojnë juve. Nuk ju luftojnë. Për pas, kur janë në fortifikata. Koran muhassane, në fshatra, bukfalisht, apo qytete të rrethuara me murin mbrojtës, kala, fortifikata kala, që kanë qenë qytetet e mëhershme, ku kanë qenë kala, fortifikata. Omi waraj gjidor, ose duke qenë pas mureve, të mshefur. Pra, përballë, kur përjet që fët, nuk mund të luftojnë juve. Kur ata e luftojnë, ata marrën guxim e luftu, veç duke qenë të sigurt që janë të mbrojtur në për fortifikata, sigur të Banu Nadir që ishin fortifikata, ose pas mureve, ose në për hendeqe, ose në për autoblinda, ose në për tanke, dhe mjetë e tjera mbrojtëse. Ndryshe këta nuk i luftojnë, kur nuk i luftojnë. Kështu pa thëtë Allahu, të bareke vë ta'ala. Dhe subhanallah, i lartësuar është Zoti që i njef, a i bi përshkruan, robët e tina janë. Fjallë e Zotit o kjo. Të njëjta të pare, njëjta cilësi, i kanë edhe sëtë. Pa këqyre së në Palestinë, pa këqyre be këqyre mirë, këqyre së në Palestinë, se si luftojnë që fotët përballë palestinezve duar bësh. Madje përballë fëmijëve 10 vjeçar, 7 vjeçar, 12 vjeçar, të mitun. Mëse për prashka që thëjnë, apo me gurën dorë. Pa këqyre së, mas mureve, mas tankeve, mrena në tankë, ose mas tankeve, me helmeta, me antipluma, edhe pa guzu me qitë kryt jashtë. Që që përshkru një madhe sot. Qështë i përshkru në Allahu? Qështë i kje dhe sot? Qështë i kje dhe sot? I larsuar është i madhe sot. Thëtë Allahu në vazhdim, edhe me ti përshkruan, bësuhum bejnahum shedid. Lufta mes tyre është ashper, ose armitësia mes tyre është ashper. E që mund të ketë disa kuptime. Ndërto, ata janë të fort, të shtyja. Ama, kur jemë rana kalave, kur jemë rana në tinka, po, bësuhum bejnahum shedid. Ibn Sa'di thët, bësuhum bejnahum shedid, ata nuk kanë ndonjë dobësi që nuk janë të fortë. Fuqinë fizike, psiqike, normative, ta ne kanë ata. Nuk kanë të meta, nuk janë takat ligë. Por e meta aty është imani, e jo fuqia fizike. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى
Pra ata duken se janë armisht fort, apo kanë armiqësi të fort, por kur janë mrena, kur dalin përballë muslimanëve, tani ma trimnia ik, veç qyni ku më shef. تحسبهم جميعا تمندن se janë bashkë. وقلوبهم شتى, për zemrat e kanë të përqare, pra janë pike pes. Zbohen bashkë kur. Zbohen bashkë. Edhe sot në këtë moment që flasim ne, edhe gjithë këtë fuqi që e kanë e përkrahoje të jashtme, prapë se prapë pike pes janë brenda. Dhe sa për një huri, kjo është adhanë historike, po shtetet qeverit që fute, shtetet e tyne që fute, prej Davudit alayhi salam, që konsiderojnë shtetin e parë. Për ata Davudin e kanë ata në kryatje, në balë. Prej Davudit, që ka qenë edhe mbret, edhe pejgamber. Shumicën absolute të rasteve. Sa kanë formu shtet, kanë ra. Kanë formu, kanë ra. Po shtetet nuk ju kanë zgjatë mi 80 vite. Ma pak se një shekull e kanë. Ama shumicën absolute të rasteve, pe i mbrana, pe i përqarive të brendshme tyne, janë shkapërderdhur, janë përqarë, edhe i ka ardhë armiku i ka i mbrana. Kështu libra të thënë historisë. Sepse historia ty nuk është të msheftë, është shumë e njohur historia që fotëve. është shumë e njohur, sa është shkruar për te. E rëndësishme, krejt këtë le, Allah i madhruar pa thot pra, të mendon se ata janë bashkë, por zemrat e tyre janë të përqara. Dhalike bainahum qawmun la yaqilun, kjo për faktin se ata janë njerëz të cilët nuk ndalen me logjikun gjana të mirë, nuk mendojnë. Nuk duan të kuptojnë realitetin, nuk ndalen me kuptu të vërtetën. Se po të ndalin të kuptojnë, lehtë e marrën në vesh. Edhe të sotit, e shta që fëtë që janë sot. Edhe këta. Sepse edhe këta e dinë që Islami është i vërtet. Edhe ta këtë pejgamberit e kanë ditë që pejgamberi Muhammed është i vërtet. E kanë ditë mirë, e kanë ditë paria tyne. Ma dhe pe paris tyne ka qenë Abdullah bin Selame, abo musliman Abdullah bin Selame. Ditët e para, kër pejgamberi i rëdhe në Medinë, veç e ndëgjej pejgamberin, ndëgjej, duke fol, e shikaj, tha, kë është kë, i cili është i përshkruar në libra tonë shajtë. Fond, kë është qaj Rasulullah, që na ka premtu neve, më të që jenë premtuar. Edhe për qafe islame, edhe bëpi burra me të mëdhej. Pra po të ndalen të mendojnë, hakin lehtë të kuptojnë, por nuk dojnë me vazhdojnë, le të vazhdojnë. Pra janë njerëz të cilët nuk mendojnë, thëtë Allah. A nëpse këto në koment mund të futen edhe munafikët, bashkë me qifotët, sepse tema ka të bëjë me munafikët, tema e jetëve. Allah i madhruar në dy ajetet e fundit të këtij fragmenti. Sjell një shembull shumë interesant, krahazim. Krahazimin e munafikëve si jashës, nxehtës të qifotëve për me rezistu dhe dëgjshmërinë e qifotëve karshi premtimeve të munafikëve. E ngjasën i madhe Zot me shejtanin e mallkuar, i cili vazhdon i teket një njeriu dhe nuk i ndahet deri duke nxitur stimuluar deri ta shtin në pokeq.
ma dje me bu kofër, dhe thot, mund ki me veti, të mësë mërzet, onë jam e ty. Dhe në fund, kur robi është në nevojën pikën kritike, në nevojën më të madhe, për qatë shejtan që ka premtu këtina, i ka e lënë këtë Allahë. Edhe munafiket iken, i lënë që fotet në baltë. Thotë Allahu, kemethli alladhina min qablihim qariba dhaqu wabala amrihim wa lahum adhabun alim. Pastaj na ikin ajet. Shembulli këtyne që fotve, po thotë Allahu, që Zoti dëboj, është sikur se shembulli atyne që kanë qenë para tyne, të cilët i vuajtën pasojat e veprimeve të tyne. Të cilët i vuajtën apo i shijuan pasojat e veprimeve të tyre. E që mëse afrëme ja ban, me kaset, kur e shit në luftën e Bedrit. Në luftën e Bedrit, edhe me kaset të këtë qëtën, tha na jena burra, na qënrojna, më djevina të luftojna shpetanat jenë Medine. Por që i që? I shpartaloj, e i shkatëroj, e i dënoj, i madhi Allah të bareke o ta'ala. Pra i shijuan pasojat e veprimeve të tyne, të shirkot, të kofret dhe të luftës që ja bënën pejgamberit dhe sahabën në Medinë, me kasit. E Allah pot edhe këta të njëjtë që është si ata. Edhe këta i shijuan frytet, pasojat e veprimeve të tyre, që o rebeluan, që e thynë marveshen, që bërën atentat, dështën bëtën të me vra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në koordinun, e Allahu shpartaloj, Allahu shëfrin zemrat e tyne, dhe në fund shpëtuan, sepse bënën marveshe, dhe o dëbuan, dhe o larguan, dhe lëshuan Medinën, u lehum adhabun elim, dhe për ata ka dënim të dhimshëm, kur dalin për atë madhe të Allah të bareke o ta'ala. Edhe për Mekasit, edhe për ata, edhe për të gjithë jo muslimanët. Ta në shkojmë të pra dy ajetet e fundit, ku Allah në sjellë shembull për munafikat dhe që fotet, se si i jashën që fotet. Kemethli shejtani, idh qale lil insani kfur. Ata i përngjajnë, apo i ngjasojnë shejtanit, që i thot njeriut, mos besa, bën kufër. Falamma kafar, e kur njeriu bën kufër, qale inni bariu mink, atër shejtani thot, unë distancohem prej teje. Inni akhafu Allah, Rabbul Alamin, unë ja kam frikën Zotit të botërave, Zotit të gjithësisë, shejtani. Fakana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha. E fundi aty në dyve, i shejtanit, dhe këti insanit, që nga i shejtanin, fundi ty në është një zjarë, në gjehnem, ku në të datin për gjithmonë, o dhalik e gjeza o dhalimin, dhe kjo është gjezaja, është në dëshkimi, i zullumqarëve, i të padrejtve, i kriminalve. Pra, kjo është kuptimi për gjithë, kuptimi për këthim. Ndërsa kuptimi më i për gjithë shumë, shembulli ty në vëngjasan, shejtanit. Shembulli i munafikut, i cili i qej selam që futi dhe i tha, mësë dërza, na ki neve, e qysh në të lojnë aty në balt, e na jena kanë meq, e jena halem meq, e jena kanë këjshi, e jena shëqëri, e jena shok, po ku i lojmë në juve, po nuk banë, s'ka kuptim kje pun, as mund të ndodhë. Na, me meshe, me shpirte, me bitë tonë, shtartë tonë, ardë tonë, o krejtëna me juve jena, ju më s'ka bënë më dërzu. Kjo është joshë, se thamë pëllim. E kur ndodhe, pas taj pa të nevoj që futet për munafiket, ajo gjithë në munafiket, i jo thanë, valla, na për tu tonë, po të të ndë, ty bënë gëzumë në shku. Nuk gëzumë, më lejmëru, po Zotit të arqitin shesh këty në munafikët, se këta këtë puni i kanë bëmë sheft. Këta se kanë bëmë që Allah a qëtë në Kuran munafik dhe këtë gjana. Dhe thanë, Allah për largohëm. Pra, na jena largë juve, na nuk s'kena punë me juve. Pra, shambulli i këty dy në dyve që fëtë munafikëve, sikur se shambulli i shejtanit,
i cili vazhdan të bëj presion insanit, të ajosh pun të këqia insanit, dal nga dal, deri sa ja josh kofrin, ja hjeshan, ja zbukuron kofrin, ja zbukuron, sen zbohet, bënë të kafere më hëzotin e cytje pas cytje, hjeshim pas hjeshimit e hjeshu të ja zbukuru, deri sa shejtani ngan. Deri sa insani ngan dhe bën kufër. Kur bën kufër insani, dhe tani ka nevoja e se shejtani thotë një me tyje në klavet e të tjerë, kur e sheh shejtani se është pick puna, tërhiqet. Që ka gale shejtani për insanin? A e ka gale veç me qitë në kufër? S'me rët me ta. Tha tonë në vargohen a pejteje, distancohen, unë ja kam frikë Allahot, frikën Allahot, Zotit gjithësis. Kja ja kam frikën Allahot, Zotit të gjithësis, është fjallgoj për ti, nuk është realitet. Sepse po t'ja kishte frikën shejtani, frikën e vërtet Zotit, nuk do të. Mas parë dhe ta besën të Zotin, hak dhe dyta nuk do të. Nëziste njerëzit në kufër, e në shirkë. Se s'ka mundësi dikush që ka frikën Zotit, me u përpjek 24 orë, me i bo ketë musliman që farë. Zbanë të ke punë. Por kështu pa thët. Fjallgoje ka. Ibnu Kathiri, rahmetullahi alejhi, nën këtë ajet Kur'anor, dhe kur tha shejtani se unë ja kam frikën Zotit, unë distancohem prej teje. Sjell një tregim nga Ibn Gjerir Taberiu, të transmituar nga Aliu. Po në fakt, është transmituar nga Abdullah ibn Mesudi, është transmituar nga Abdullah ibn Abbasi. Librat historisë, librat tefsirit, koleksionet hadithëve, se kurse Behaqiju në Shu'ab al-Iman, se kurse Hakimin në Mustadrak, Ahmedin Musnad, me të tjerë, me transmitime të ndryshme, se mrana këtja jeti kuranor, e kanë cekur këta sahabë një ngjarje shumë interesante. Në kohërat e lashta të Benu Israelive të qefodëve, ishte një njeri ibadetgji fort, morg, rahib, morg. Morgët kanë qenë njerëzit më të devotshëm të popujve të mëhershëm. Njeri devotshëm, i veçuar diku në natyrë, ka ndërtu një faltore dhe ka adhuron të madhin Allah te bareke ve taala. Ndërkohë, janë edhe 4 vllazën e kanë një motër. Edhe këtyne vllazërve u vjen urdhëri me shku në luftë. E me lanë motrën. Urdhë me shku në luftë. Të 4-tit. Ku me lanë motrën? Me marrë me veti, nuk merë ngrat në luftë. Me lanë shpevet nuk lehet. Shejtani o akujtan edhe i thët, s'peqeni me lanë të kë morgu, dhelma të sigurt ku ka. Edhe shkojnë i thëjnë morgut, na ka me shku për luft, pëllojna motrën të ti, burë ma të mirë se ti nuk gjojnë. A i tha, Zotë më sallasht. Zotë më sallasht. Me hi groja vajza, e hujmë me himun në faltore, në dhumë faltore. Zotë më sallasht. Bëhat. E frëmzan shejtani, thët, marën janë një faltore ngatë, nëse s'pranon me hi në ta, me shtim rana, marën janë ngatë qëtë. Dhe këta e marojnë, në faltore, në dhomë, në kohë, në kasollë. E thëjnë prapë lojnë nga teje.
e ki emanet. Ne nuk kem njeri ma të besueshëm se sati. Shkojnë vllaznia në luftë e lojnë motre. Andaj kujdese për te, e ki emanet. Ky i shkreti devotshëm, ibadetxhi, po tash ka robneshja Zotit të dera. Dhe përgatitur shqem, dhe e lën të dera jashtë, e mshel derën, e thirat atë me emën, fisnike o motër, ose së shpërësi, din në rëbukën e merë. Kalën një ko, shejtani thët për ti, pëse s'pja afrën të dera, asojna, përveç të dera jote, hajtë, kalën një ko, dikur shejtani thët, po mirë të t'jas, për din kënë pja bukën, se ke pa kora, s'ke folë me ta, nashta ka nevoja e për diçka, me t'vjet diçka, me kallëzu diçka, me t'pyt diçka, këthët mirë e ki, edhe fillën ka pak me bëllë lafe, dikur hajtë, thotë pëse bën një laf jashtë, po ma mirë me rënë në shpetane që të më stashojnë halë kohë, hajtë. Edhe ma shtërën shqetane, thotë pëse sa bukurosh e kjashtë. Synet ty bën ka patë sa qike, sa vajzë kur për jetë. Qka bëhet me projekti këta? Sa s'bëhet. Edhe ma shtërën shqetane, edhe e prek, edhe bën zina me të... Edhe vazhdon me bën zina me të... E mujt i dreqi. Bete shtatë zanë. Kër mbete shtatë zanë, shejtani po i thëtë, e shef qa bane. Një herën ziti e joshi, desa shtini me bëdëran zina, e me të gruja me barë, ta shpethet a pëshet qka bane. Kër di vllaznia, dje që kam me të mytë, e halli, unë kam një zjedhje, më të grunë, e varrase. E kush dëshën ty, ti njëri besueshëm, kush nuk dëshën në ty. Njëri ma besueshëm nuk ka në rajon, edhe kështu vepron kë, e mytë grunë, e varrase. Dhe Zoti kthehe vllaznia, e më përmallu për motër, e vinë të kë murgu, shkojnë ka solët motrës, nuk ka, jo të rekasin dere. Delë murgu, dhe thënë, motra kua? Tha, motra ka dek. E një se kanë kë, e më fargruje mirë ish kanë, e dëvaqme, e veç falke, e bëjke i badet, e mësë më rëzet një, ku dyune, që shtu, të folë, të edha nga heret atyne, të kajtë kë, e kaja ta, që ka dik motra dhe kom varrosë, që atje varrosa. Dhe asë që të dëshojnë këta. Shkojnë të shpia. Shejtani mallkuar, natën, në gjumë, shkon u paraqitet në ndër, të katërve. Se motra ju nuk ka vdek. Motrën e ju ja ka mbyt murgu, qaj njërim i dëvaqmi qaj badetxhia. Pasi që ka bo zina me te ka mbet me barë, e ka myt. Ma dje, shkonin filan veni e keni vorën aty. Dhe nëse dëshani qilë në vorën, keni me pa gjenazën që është mbyt, nuk ka vdekur. Po e në gjurëm të vrasjes. Zgjohen me ngjez. Tuna e gjatë ditës ose me ngjez të hongëra, të pija. Një vllathët o djem. E kom pa një hongër shumë interesante. Ama nuk përdi, a bën me kallëzua, nuk bën e javlina. Ama së shpi dreqë. I thonë, për të regona? Jo të regona, ma se janë nise. Tha, po, shandër, kështu dhe kështu dhe kështu. Tjetëri tha, po dhe në vallahit, njëtë në ndër e kam pa. I treti, po dhe në njëtë në ndër e kam pa. I katërti, vallahit, dhe në njëtë në ndër e kam pa. Këtu ka diqka.
këtu ka diçka. Sa është mundur të katërtit me pati njëjtën ëndër pa pas diçka të vërtetë. Që shkojnë të murgë, shtrëngojnë, s'pranën kur gjë. Subhanallah. Shkojnë të këvorë atje, ku i ka thonë shejtanin gjumë në ëndër, e zbulojnë, e gjejnë. E gjejnë a fjallë e vërtetojnë se trupi që i ka prej, jo si ka rame dhe që ka mytë, e tani, o varros, djetë kur mytët njeriu, djetë kur dës vetë. Bilin disa transmitime është sekur, se kur është ku me varros ai gruan, shejtani e ka kap një pjesë teshës sajna, ja ka lanë jashtë. E ai se ka vrejt kër e ka mlu. Tash këtë gjumë, thëtë shejtani, për me vërtetu këtë që pëthëmëne, një pjesë teshës të saj e gjoni midhe. Edhe binden se motra qenë ka mbytur, dhe andra pas ka qenë e vërtet. E marrën atë, lidhen, e të poshtë, edhe të mreti. Ma gjithua si ke ka qenë, ta kanë qenë familjar të mretit, migja i saj mret. Të mreti me gjiku. Mja dhanë gjezan e dëshkim, është me gëshdu njeriu, se të bënu Israelit nuk ka pas falje gjakut. Të që futët e vrejt, falje gjakut nuk ka pasur. Ai që ka vra, duhet më vra. Të kënin shëriatin tonë në Islam, ka lehtësim. Është kësasi ekzekutimi, po nëse dojnë familjarët mja falë, këtë ras vllaznia kësaj, të ndjerës, rahmetlikës, nëse dojnë mja falë, kanë të drejtë. Shëriatin tonë, shëriatin e tyne nuk ka të drejtë kërkush me falë. Dohet me ekzekutu dhe ka që është një dënim, është ekzekutimi. Gjaki nuk paguhet, gjaki nuk falet. Të këni, është kësas ekzekutimi, një për një, është me pagu gjakun, që që dije, është edhe me falë krejt, dhe është opcioni katërt, në marrëveshje me bo me të bashkë me të vrasësin. 4 opcioni kena na. 4 alternativa, zgjedhë cëllën dush. Këtu jo, e rëndësishme, këta mërën e qëuan të gjykë të kadia, të mbreti me gjyku, ta shejtani përshka për mas. Këtu është ajo kërësër pëse në cekë këtë regim të këtë koranor. Shejtani përshka në të thëto filan. Ti në siklet ma. Unë jë maj që kam shtiti me bëzë zina. Unë jë maj që të kam nëzit, ty të kam shti me mytë grunë. Unë jë maj. Dhe unë jë maj që muj me të shtu sëtë. Veç unë. Dhe asë kështë tjetër. Po, tha, e qysh më shtati mu, a me kam një kërkes për i teje. Veç një kërkes. Ma plëtësen që atë kërkes, unë të kapi, hop, të largoj për i tyne, edhe, më këta nuk kuj me të gjithë. Tha më bo një seqde mua. Vesh më mëra një herë seqde. Këna të halë, në të ciklet ma, i ranë një seqde, bo një kofër. A që vendimit e mrejt jarë me ekzekutu, edhe që të me gëshdu, shejtani i ke la, e Allahu të bareke vë ta'ala, po thot tani këtu, keme thële shejtani dhe kale le linsani këfor, shambull e tyne, sikur se shambull e shejtanit, që i tha insanit, bon kofër, pra bërëm seqde mu. Fëllëm ma kefer, kur këtë bëran seqde, i bo një shirkë Allahot, bo një kofër, kale një beri unë mengë, ta shejtan për të jo në larkë, te jo në distancohna, unë s'kam punë me ty, inni e khafë Allahe, Rabbel Alemin, unë ja kam frigën Allahot, Zotit e gjithësis të bareke vë ta'ala, dhe dhe që shkaj, pa din, pa iman, pa besim, si ju besimtarë, si qafir, që boni shejtani madhkuar. Këtu është transmitua dhe ndryshe. është sikur se shejtani ka mësu këtë, Ibn Kathiri thët, kanë thonë disa ulemat të selefe se fjala është për një rahib, mërgjë quajtër bërësisa. Shumë të
libra ja atribojnë atina. Ka qenë i quajtur Borsisa, i cili ka qenë i njohur në krejt në atë zaman në rajon për devotshmërinë e tij, takballakun e tij, por ja se si depërtoi në fund, Allahu na ruaj. Disa transmetime cekën se shejtani, iblisi i tha, i blodhi parinë e vet. Tha, kush është ai që ma bën Borsisën për veti? Nuk muj e shoh ato të ngritur shkallë ka të lartë devotshmërisë. Dhe o quni shejtan që pas ka qenë i angazhuar me i shqetësu pejgamber të Zotit. Tha, une, le ma mu. Tha, hec. Edhe ajo përpoqe, të regime është i gjatë, edhe o përshkesi i rabit devotshëm, shumë i sinqert devotshëm, dere sa ja mujti Borsisës me sejdë, me ibadet. Ja mujti. E tani ai i lakme i këti, tha, ti këma bëri mirë se unë. E kë shejtani në formë të insanit, i tha, unë tha, najten për mi një vetë bashkë. Tha, unë kam pasë me të shoqëru ty të mëndu që je burri ma i mirë, për ti në koke, pëse kjo fali ka ma shumë saj. Ja, tha, unë kam mëndu që ti ma i mirë, unë përshkaj diko të tërë se një ma i mirë se ti. Ama para se me shku, kam e të mësu diqka. Qa për mësën ti mu? Ta mësaj emni ma të malë të Allahut. Nëse përdorë që atë, nuk ka njëri që smuhet e që nuk ka më shëru. Nuk ka njëri që ka bela e që ja thu që atë dovë e që nuk ka me kalu e bela. Tha, nuk e dua ta ingrati. Pse? Tha, sepse tu nga vi njerëzit e unë pëngojnë, unë për du më marrë me badet. Tha, jo, këtë vynë ty, vazhdojmë me citje me ahjeshur derë sa jam mësaj. Kur jam mësaj, emrin e madh të Allahut, jam mësaj që doa, ajo largu. Për taj qka boni, që e kap njëri për fyty. Bëm, shejtani, edhe smujti për gjinve. Edhe shkejnë fort një mjeku të familja tina, edhe i tha, kam dëgju që e keni smut një anin. Tha, po, dhe këqyri. Tha, kjo nuk ka për mu, kjo është e filani, që në atje, dhe të lutë e taj kim me pati kam i mej. E qonë, i tha në tina, me në i bojnë një qare, ti një devet shumë fry njerit, kënej njerit, a i gjenajt, i ranë men që e lutë i doa, o që. Ta shka e për të smujtë edhe një shejtani, a për që kejnë fort mjekut, i tha që në atje, se unë s'ka ka për mu, po ka për filanin. Dhe sa njëri bërë shumë i famë shumë, këtë Borsisa, mi shëru njerëzit. Dikur shka e kapën i bukuroshet mirë, ta që të vajzën që të. Edhe i tha ty, në unë e di ku i la që sajna, i shkejnë fort mjekut, mjeku, tha po jo ka smutë shumë kjo, kje ka vendin, me shku të filani, ja, se të lutë taj, a i shumë njëtë ka shëru, ka më që me emër të Zotit. Dhe tani këto fillan, e intriga shejtanit, ama kur jam sej që do që ati rahibit, që tha po dohnë për të shkejt iblisit, dhe iblisit, pasha malnin tane e qita në kurth. Që ishtë në kurth, kime pa, tha ti. Kime pa, e arrita qëllimin të emë. Jam mësoa që atë emën, ka me përdor që ato, ka me mashtruhe, kime pa ti, e bona për veti. Dhe subhanallah, e bani për veti, sepse a që unë atë gru me mjekue, këj fillaj me mjeku dal nga dalje, e pas taj kër kap ka të aja farsmundja, aja leviste, o gjveshte, dhe kër e pa trupën e sajna, s'ka pasioni ti kër ma të bukur, shejtani dhe t'ja peshe, kjo s'ka men, pa menë, pa flejme të, shfrije pëshet nga me zbahët. Runa zërë dhe bëni zëna dhe erdhe deri të këbrasja e sajna mbytja dhe në fund, runa zërë, kërkë shejtani për tina me ransejde, bëni kofer dhe hupi, ahiretin për jetësisht, Allahu në arrujt. Allahu në arrujt për shirët shejtanit, për dhe të grave, për dhe shirët tonë, e shirë çdo shirë, ja Rabbul Alamin. Nuk kam me kesh, kjo pa është kjo me kajtë, se insani ka shërë, shejtani ka shërë, gratë kanë shërë, burrat kanë shërë, dynjaja është plot shërë. Allahu në ruaj për çdo shirë, ja Rabbul Alamin. Allahu në ruaj të imanin në zemrët tona, e na bëft jetojmë si musliman, e të vdesim si musliman, e të rinjallë si musliman, ja Rabbul Alamin. Allahu në ruaj të imanin, o Allah, runa këtë nurë dhe këtë drinë zemrët tona, ja Rabbul Alamin, derisa të takojmë ty. Allahumma amin. Zotë dhe mësë mirë, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh.